Vangjelli sipas Lukës, kapitulli 9, vargjet 46 apo 46 deri në 50. Pastaj hyri një mendim midis tyre, cili prej tyre ishte më i malli. Atëherë Jezusi, duke ditur që mendim kishin në zemrat e tyre, mori një fëmijë të vogël dhe afroi pranë vetes dhe u tha atyre: ai që e pranon këtë fëmijë të vogël në emrin tim e pranon mua, dhe ai që më pranon mua pranon atë që më dërgoi mua, sepse ai që është më i vogli nga ju të gjithë, ai do të jetë më i malli. Dhe Gjoni ju përgjigj dhe tha: mjeshtër, ne pam një që i dëbonte demonët në emrin tënd dhe ja ndaluam, sepse ai nuk të ndjek bashkë me ne. Dhe Jezusi i tha: mos ja ndaloni, sepse kush nuk është kundër nesh, është me ne. Kjo është fjala e Zotit për ne sot, ndaj le ta mirëpresim atë si tillë. Tema për sot është interesante. Tema është krenaria apo konkurenca, që shfaqet krenaria që shfaqet me konkurrencë, apo intoleranca, për tjerë pra mos tolerimi tjerëve, apo mendjengushtësia, pra kjo duket shfaqet me mendjengushtësinë tonë. Vargjet që do shohim sot më kujtojnë ca thanje dhe ca barcaleta, se dije do na i lanë regjizori në video, po do t'i them. Ca thanje galla dhe ca barcaleta shqiptare. Njerëzit janë aq inatçar, aq konkurrent, aq egoist, sa kemi një shprehje nga anët tona, thotë që më shumë gëzohen, themi ne, me i cof lopa kojshiut se me i pjellë vetja. Ma mirë me ngor lopa tjetrit kojshis se me ba viç e imja. Aq inatçor apo konkurrent apo ziliqar janë. E dini edhe një barcalet, nëse e keni dëgjuar, që ishte ai Gjini, ai që bën kështu mrekullina, ke parasysh edhe takoi një Amerikan, një Gjerman, edhe një shqiptar. E dini këto barcalet me shqiptar, i tha: ti ç'a don? Apo Zotit, si doni ju. I tha: ç'a doni, çfarë keni dëshirë? Njëri i tha: ma jep një makinë të re, thaj, Ferrari, tha, duj djali i ri, jalla këtij Ferrari. I tha: ti tjetri, tha: ç'a don ti Gjermanit? Tha: unë duj vil 3 kaçe, tha, i vil 3 kaçe. Jalla ti vini 3 kaçe. Erdhi shqiptari, tha: ç'a don ti, tha? Unë s'dua si gjë, tha, vetëm hiq javë atyre, tha. Merrej aty në prapë, mos i lëna, mos i kenas ata. Po mos i kanë ata, s'ka gjë se si ka mason. Kështu që kjo është natyra njerëzore, krenaria, konkurrenca, mos tolerimi që ne mund kemi. Riley thot, vargjet që po trajtojmë, pra që po shohim sot, përmbajnë 2 paralajmërime të forta, pra kundrejt krenarisë apo konkurrencës apo kësaj intolerancës, 2 paralajmëri të forta. Ato trajtojnë 2 prej të këqijave më të zakonshme, që i shohim më në mënyrë të zakonshme, e që gjenden në kishën e Krishtit. Ai që i dha këto 2 paralajmërime e dinte mirë, pra po fletëroj edhe për Jezusin, ai që i dha Krishtit, që i dha këto 2 paralajmërime, e dinte mirë apo e njihte mirë çfarë ka zemra e njeriut. Sa mirë do të ishte pra nëse kisha, vazhdon Riley, nëse kisha e Krishtit do t'u kishte kushtuar më shumë vëmendje fjalëve dhe paralajmërimeve të kësaj pjese. Dhe duhet ta shohim dhe të mendojmë pak ku gjenden këto vargje që ne do predikojmë. Gjithmonë vargjet kanë rëndësi kur predikohen dhe marrin vlerë kur predikohen në kontekst. Ku gjendet kjo pjesë? Ajo na paraqitet menjëherë pasi Jezusi ka zbuluar veten. Pra e pam pak më përpara në një faqe më përpara atje në vargun 44 të pasazhit tjetër, pra edhe 22 dhe 44 e shohim këtu dhe 22 herën tjetër, që thot Jezusi çfarë? Unë po ngjitem në Jeruzalem, thot, atje do të më kapim, do i dorëzohem paganëve, dhe çfarë? Dhe do të kryqëzohem. Çfarë thot vargu 22? Bie njeriu duhet vuaj shumë gjëra, të hidhet poshtë prej plezhve, krerëve, prej frynëve, skriverëve dhe të vritet dhe tretën ditë do të ringjallet. Okej? Sapo ka zbuluar çfarë do t'i ndodhë aty në Jeruzalem, dhe e kujton shkurtasi te 44. Masi bëri mërkëtin thot, i shtini mirë
në vesh këto fjalë, sepse biri njeriu do të dorëzohet në duart e njerëzve. Pra, është duke thënë versionin e shkurtër, tani duke përsëritur çfarë ka thënë më sipër. Pra, pasi ka zbuluar çfarë do t'i ndodhte Jezusit në Jeruzalem. Po dhe pas dy, pra kjo është çfarë ka thënë Jezusi, por këto fjalë vijnë nga goja e Jezusit, edhe pas dy eksperiencave. Kjo e para, çfarë ka thënë është për Jezusin. Por për dishepujt vijnë pas dy eksperiencave shumë interesante, ndoshta më dramatike që ato kanë përjetuar nga në këtë kohë, pra, në shoqërimin e tyre me Jezusin në këto 3 vite. Në shërbesin e tij në tokë, pra ndërsa Jezusi shërbente në tokë. E para ishte, ose eksperienca e parë, ishte e lavdishme për 3 nga dishepujt në malin e shndërrimit, ku ata pan lavdinë e Jezusit, mani men, që u shfaqen Mojsiu dhe Elia, fytyra e tij shkëlqeu si dielli, rrobat u ban bardha, pan natyrën e tij, në shkëlqimin lavdisë të tij Jezusi natyrën e tyre hyjnore. E dyta eksperiencë, vinë re, 3 dishepujt kishin këtë eksperiencë. E dyta, që për ata 9 tjerët, poshtë atje në tokën rrafsh, ku ata dështuan të shëronin një fëmijë me epilepsi dhe dëbonin demonin që e kishte pushtuar. E predikuam herën përpara. Jezusi, pasi dëboi demonin dhe ja ktheu djalin të atit shëruar, u kujtoi edhe një herë dishepujve. Në vargun 44 u tha: "I shtini mirë në vesh këto fjalë", atë që ja kishte thënë te vargu 22. Se biri i njeriu do të dorëzohet në duart e njerëzve. Por ata, vini re vargu 45, por ata nuk i kuptonin këto, sepse ishin fshehura për ta dhe kishin frikë ta pyesnin për këto fjalë. Ky është konteksti i kur po i thot Jezusi këto gjëra që lexuam më sipër. Tani në pjesën e parë nga dyja do shohim krenarin, apo si shfaqet ajo konkurrenca, 46 me 48. Pastaj mes tyre hyri një mendim, pra vini direkt mas asaj që ka thënë Jezusi. Hyri një mendim mes tyre se cili prej tyre është më i madhi. Ky argument mes tyre tregon se sa larg janë dishepujt nga shpirti i Jezusit, thot Morresi. Pra çfarë ka në shpirt, çfarë ka në mendje, çfarë ka në zemër Jezusin, për çfarë po shkon në Jeruzalem? Për të vdekur për ta dhe me çfarë merren këta. Kjo tregon sa larg janë dishepujt me shpirtin e Zotit tyre Jezusin. Imagjinon nëse babai, për shembull, është shtrin shtatin e vdekjes, ose më mirë më than, nëse babai është duke u nisë për luftë. Thotë jam duke nisë për luftë, edhe me gjas nuk kthehem më ashnash, se kur nisesh për luftë, më pak përqindje ke marrësh nash. Edhe djemt që babai po niset për luftë apo për vdekje, apo është në shtatin e vdekjes, është duke dhënë fjalët e fundit apo amanetet apo porosit, vend që të rrinë të kalojnë kohë ta pyesin e çmallën me babain e tyre, ata zihen e ndajnë pronat, me që është ik baba në luftë, ka më na vrojnë, na 4 djem. Po themi, baba thonë të ik në luftë, e jam duke vrarë, nuk vi më as gjallë. Thonë, "Oh, sa mirë që po shkon baba në luftë dhe po vdes. Hajde të ndajmë tokat vëllezër." Imagjinoni dramën. Jezusi do të po shkojë në Jeruzalem, futnin vesh mirë fjalë, janë të shkuar në Jeruzalem për me vdek për ju. Dhe mes tyre hyri një diskutim se cili është më i madhi mes tyre. Cili është më i madhi mes tyre? Cili do të marrë pronat, cili do të marrë privilegjet që do të vinë nga vdekja e babait? Do ta shohim më vonë këtë gjë edhe më në mënyrë më dramatike, por në kapitullin 22 të Lukës. Në kapitullin 22 të Lukës. Menjëherë mas darkës pashkës, është ejnë në darkë. Ai han darkën e fundit me ta. Thotë ky trupi që do të thyet e tjerë, gjaku që do të derdhet për ju e tjerë. Jezusi thot këto, dhe biri, dhe me të vërtetë që biri njeriu shkon si është saktuar për atë. Por mirë ai, me anë të cilit do të tradhtohet. Atëherë ata filluan të pyesin një tjetrin se cili prej tyre ishte vallë tradhtari për të bën këtë. Dhe vini re sapo ka zbuluar tradhtarin, tajtën dark, dhe të premten atë natë do arrestohet, dhe të premten do kryqëzohet në drek, disa orë përpara. Thot 24 dhe midis tyre u bën një diskutim i madh se cili vallë do të konsiderojë më i madhi mbretërinë e Perëndisë,
Pra i tha mbretëria kombe janë sundimtarë tjerë, më i madhi ndër ju mund të jetë më i vogël më i rrallë. S'po vazhdoi pra. Më një herë, mas pas disa orësh ai ka për të kryqëzuar për ta, dhe këta hapin diskutimin, cili prej tyre është më i madhi dhe gëzon privilegjet nga vdekja e Jezus Krishtit. Jezusi sapo ka folur pra për vdekjen sakrifikuese për ta, ata fillojnë të ndajnë pozicionet e tyre dhe çfarë rrjedhon prej kësaj. Siç e ka thënë një vëlla jon në një predikim, çfarë përfitoj unë nga kjo? Me që qëlloj rasti. Çfarë delon nga ky rrezik që po na nolla çfarë do të jetë? Çam fitoj unë nga kjo? Ja është tmerri i botës tonë. Të bësh të biseda me një herë pasi Jezusi ka parashikuar vujtjen dhe vdekjen e tij për ta, është diçka patetike e perverse në këtë diskutim mes dishepujve, thot Majle. Sa pak kanë kuptuar ata nga gjithë gjaja apo gjithë kuptimi i jetës së tij, kjo dëshirë e edhshme, e madhe për lavdi personale do të shfaqet, siç e thash edhe më vonë tek Luka 22, 24, 26, që lexova më një herë kur ai han darkën e fundit edhe pak orë pasi do të shkojnë kryq. Vinjëre herën tjetër nuk e preka, por në vargun 45, aty kur ai sapo ka thënë që do shkojnë në Jeruzalem, ata nuk i kuptuan të fjalë, sepse këto fjalë ishin të fshehura, edhe ata druheshin apo kishin frikë edhe ta pyesnin. Shiko, ka dy kuptime këtu, është kuptimi patjetër mistik, që akoma ata nuk kanë shpirtin e shenjtë, akoma nuk kanë ardhur në kuptimin e të vërtetë të vdekjes, të ringjalljes së gjithçka që e dim këtë pjesën teologjike. Por sot unë kam qef me shpjegu pjesën njerëzore të kuptimit të saj, që mendoj unë që e kam zbuluar. Pse nuk e kuptojnë këta kur është duke thënë Jezusi në mënyrë përsëritur që po shkojnë në Jeruzalem për të vdekur për ju dhe për të ringjallur? Përveç anës shpirtërore të errësirës. Unë mendoj që edhe po të kesh krejt në errësirë, diçka mund të kuptosh, faktin intelektualisht, nga e çfarë Jezusi po thotë, edhe nëse nuk e ke kuptuar gjithë gjën në mënyrë shpirtërore. Sepse mendoj unë, ata nuk e kuptuan e kishin frikë ta pyesnin, sepse kur e ke mendjen tek vetja, ku i duke menduar për punën tua, nuk dëgjon as nuk e kupton tjetrin çfarë është duke thënë. Sepse Jezusi është duke zbuluar çfarë do të ndodhë në Jeruzalem për të, po këta s'kan interes me ditë çfarë ndodhi Jezusi në Jeruzalem, ati kanë interes me ditë çfarë përfitojnë ata nga kjo, dhe janë të marrë me vetën e tyre me do interesat e tyre. Dhe kur i duke menduar për veten dhe çfarë fiton ti dhe si me fitu ti dhe çfarë ka kapi unë nga kjo dhe çfarë unë nuk ke kohë për ta dëgjuar tjetrin dhe për të menduar për tjetrin. Edhe jo vetëm kaq, por ata ndoshta edhe s'kan qef, thotë kanë frikë ta pyesin, nuk kanë qef me e pyet. Sepse nëse Jezusi thotë, te gjoni e keni pa këtë, që thotë, nëse Jezusi thotë do të vdesun edhe ju do t'ju përndjekin dhe ju do t'ju vrasin si mua, nga herë ne nuk kena qef me bë pyetje dhe me ditë më shumë dhe janë shkalojmë, nuk bëjmë pyetje sepse kena frikë nga përgjigja. Po nëse përgjigja nuk më bjen marr, ose duhet më i bë bisht, ose duhet më konformu me përgjigjen, ose duhet me ndjek Jezusin me shku me vdek bashkë me të, ose duhet me e tralltu me i bë bisht dhe me ik. Kështu që pa e lanë tym këtë punë. Kjo mund të jetë pjesë, pra edhe një pjesë e arsyes për pamundësinë për të kuptuar Jezusin kur foli për vdekjen dhe ringjalljen e tij. Por edhe të ndikuar nga këto eksperjenca. Mani men, ku ndodh ky diskutim? Mas çfarë ndodh ky diskutim? Tre nga dishepujt ishin malin dhe pan lavdin dhe shndërrimin e Jezusit. 9 tjerë ishin poshtë dhe kishin u përballën me një pamundësi për të dëbuar demonin dhe për të shëruar një fëmijë. Vini re? 3 kanë qenë lavdi, 3 kanë qenë dështim. Kur bëhen bashk, me gjas ta 12 thotë, ne jena më të privilegjuar. Ne kena pas një eksperiencë të mrekullueshme me Jezusin. Ne ishim mal, ne pam lavdinë e tij, kurse ju nuk jeni kaq të rëndësishëm sa ne.
ju të nantë ishit në tokë, nuk i mori Jezusi me vete, se po të ishit ka stënsishëm sa në tre ndoshta mund të ishit të ardhë ju. Edhe ishit jo vetëm që ishit poshtë, po s'keni aq fuqi, ja, nuk e shëruat dot. Jam duke supozuar unë, nuk e thot tu, po ju nuk e shëruat dot, u dosh me ndërhy Jezusi për ta shëruar, për ta dëbuar demonin. Pra, janë duke bën një diskutim, një mburrje ndoshta, këta tre më të rëndësishmit, këta nantë jo, pra këta të malit me këta të fushës, që s'mundën ta të bonin. E duke u marrë me veten, gjëje këtë se jam lodh me shpik. E duke u marrë me veten, harrojnë e nuk dëgjojnë Jezusin, e duke mos ndëgjuar Jezusin, harrojnë se kush janë vetë. Ja përsëris se këtë se kjo është shumë e rëndësishme. Duke u marrë me veten, harrojnë e nuk dëgjojnë Jezusin, e duke mos ndëgjuar Jezusin, harrojnë se kush janë vetë. Ja çfarë thot Riley. Ky grup i vogël peshkatarësh dhe targamdellësh, mani mend, Mateu ishte targamdellës, të tjerë ishin peshkatar. Kategoria më të ulta që mund të ketë ai pellg. Peshkatar e targamdellësh ishin këta. Ky grup targamdellësh dhe peshkatarësh nuk janë të përjashtuar, thot Riley, nga plaga e frymës egoiste dhe ambicioze, të mbushur me idenë e kot apo të gabuar se mbretëria e Perëndisë ton do të shfaqej më një herë kuptimi i tyre që kemi thënë herë tjetër për Mesia, që do të vinte me pushtet politik, do të bonte romakët, do të merrte fuqinë, do të bëjnë mbret, e këta po dajnë ministrit. Duke pasur kuptimin e gabuar të mbretërisë Perëndisë që do vendosin në atë moment, ata ishin gati të grindeshin për vendin dhe për përparësitë e tyre në mbretëri, në këtë mbretëri të Jezusit, vini re. Po mani men çfarë janë këta? Dojnë mu bë ministra këta, po çfarë janë këta? Kanë harru kush janë. Që janë thjesht targamdellës dhe peshkatar. Këta kanë mendsinë që kemi edhe shumë, dhe është e hapur edhe në mesin tonë, që jam i rëndësishëm sepse jam shoku apo kam nejt i herë me filanin. Dhe harrojnë se kush janë. A keni pa këtu ne e kena shumë përhapur në kulturën këtonë. Bani shërë me njëri, a di kush jam unë, mor? Ose kur kush, nëse njeh kur kush, a di kush jam unë, ha, kush? Jam shoku i filanit, mor. Po kjo është nësh, mor. Po nuk e njeh kush në botën e madhe, a di, po jam shoku i filanit. Edhe ta peshkatar ta mbledh kur kush, po. Jam shoku i Jezusit, më kam pi kafe me Jezusin, ne kupton? Harrojnë kush janë dhe ku janë e me ka janë. Riley thot, e gjithë kjo ndodhi, gjithë kjo diskutim, ndodhin praninë e vetë Krishtit dhe shkëlqimit mesditës së mësimeve të tij. E tillë, thot Riley, është zemra e njeriut. Në prezencën e Krishtit, që derë zemrën e tij, thot, jam të ikë me vdek në kryq për ju, bashkë në zemrën e tij muhabetit, këta kapën kush është më i madh, këta targamdellësit dhe peshkatarët. Sa harroni kush janë këta. Pash besën, ju them juve, kujtohu kush je. Kujtohu kush je, kujtoju ku je kënd përpara se me takoj Jezusin. Kujtoju kush je pa Jezusin. Çfarë je ti, kush je? Veç kujtoje pak kush ke qenë përpara. Që ta hanë menja tash, apo konkurohesh, apo të hanë menja se ku dion, se kush je. Nga gjitha mëkatet, thot Riley, nga gjitha mëkatet nuk ka asnjë kundër të cilit kemi nevojë të jemi më vigjilent dhe të lutemi sa krenaria. Ajo është një murtaj që ecën në errësirë, natën, punon natën, ecën në errësirë dhe një smundje që shkatron mesditës ec përparon krenaria. Asnjë mëkat nuk është aq i thellë i rrënjosur natyrën tonë se sa krenaria. Jezusi pa në skutat më të errta të zemrave tyre dhe për t'i sfiduar,
Mori një fëmijë, vini reta çfarë bën Jezusi. Me që ju han menja se jeni dikushi. Mori një fëmijë të vogël pranë vetes dhe u tha atyre: ai që pranon këtë fëmijë të vogël në emrin tim pranon mua, dhe ai që më pranon mua pranon atë që më ka dërguar, sepse ai që është më i vogël ndër ju do të jetë më i madhi. Për uluni, pra, në mënyrë të thënë. Rëndësia nuk qëndron se me kërrin, se ka thënë jam shoku i filan me kërrin. Rëndësia qëndron nëse e përfaqëson atë me cilin rrin. Nëse e përfaqëson në mënyrë denjë. Se ti mund të rrish me i boksier. Kjo do të thotë si e boksier. Ti mund të rrish me i peshnglit, por kjo do të thotë se i çon 100 kg. Nëse e përfaqëson, nëse ban stërvitjen, nëse e përfaqëson atë denjësisht për kuptimin, atëherë mund të thush jam fëmia apo vetë apostujt. Pra nuk qëndron, rëndësia nuk qëndron të vetë fëmia apo të apostujt, por të fakti se ata janë apo përfaqësojnë Krishtin. Ata marrin vlerë për këtë përfaqësojnë, jo se kush janë ata se kanë nejt me njanin. Fëmia përfaqëson aty fuqinë. Pa fuqinë, kur merr Jezusi një fëmijë pranë vetes, pra pse e merr fëmijën? Me thonë që ky fëmijë s'ka si fuqi, ky është pa fuqinë dhe jo rëndësi, nëse pa rëndësinë. Fëmia në atë shoqëri nuk ishte zënë në jetën publike, as nuk e pyet te kush. Se pyet kush fëmin. Ndaj fëmia në këtë rast, po dhe ata marrin vlerë jo kush janë vetë, kush janë fëmia sa kurkushi, se pyet kush. As kush janë apostujt, s'janë kurkushi, por marrin vlerë kë përfaqësojnë. Në këtë kuptim, nuk ishte shkallë rëndësie, nuk ka në këtë kuptim shkallë rëndësie. Edhe me i vogli një styre, pra qajnë të hangre ata, ne trejna këna atje, ju të nënë tu, ne në më të rëndësishme, pa të rëndësishme, në këtë kuptim. Se gjithë apostët janë përfaqësues të Jezusit, jo se kanë vlerën vetë vete. Nuk ka rëndësi atëherë, sepse edhe më i vogli midis tyre, nëse ai përfaqëson Krishtin, siç Krishti përfaqëson ati, ishte më i madh, është njësoj. Shikë më i vogli, si më i madhi, vlerën e marrin nga përfaqësimi, atëherë gjithë përfaqësojnë Jezusin jo kush janë vetë, atëherë s'ka më të madh dhe më të vogli, sepse vlera vjen nga përfaqësimi. Kuptoni çfarë po them? Siç Krishti përfaqëson atin. Ndaj të mëllejnë, ose të mëlej pra, ose dikushi, s'na bën mburrja se kush jemi, por qëndrimi me përullësi se kë përfaqësojmë. Qëndrimi me përullësi se kë përfaqësojmë. S'ka gjë më përullëse, ngjoje këtë, vis tani është koha për me bët shërbimin tanë vogël. Kjo gjë, pra s'ka gjë më përullëse për një mendje të kthillet. Gjeni këtë, s'ka gjë më përullëse për një mendje të kthillet nga shpirti i shenjtë se sa mallështia e asaj që përfaqëson. Ndaç më u baj për ulur, me e përkthy, si për ka, e kupton çfarë do të them? Me e përkthy, pra ndaç më u baj për ulur, duhet më kthjellu me kërku shpirtit tanë të shenjtë, më kthjellu se kë përfaqëson ti këtë jetë, përfaqëson Jezusin. Dhe kur e din sa i madh është Jezusi, e kupton se sa kurkushi je ti duhet pundën është e madhe me përfaqëson Jezusi, kështu që kjo të përul, thotë, "Oh, s'jam kurkushi unë më. S'jam kurkushi unë me përfaqëson Jezusin." Pra s'ka gjë më përullse për një mendje të kthillet nga shpirti i shenjtë se sa mallështia e saj që përfaqësojmë. Një njeri i madh apo me mallështi është ai i përullur që e din, është i vetëdijshëm se kë përfaqëson. Duke ditur kush na ka krijuar. Nuk kemi krijuar vetë këtu, kemi ardhur vetë këtu. Duke ditur kush na ka krijuar, por edhe kush na ka shpëtuar dhe kush na jep vlerë, as duhet kjo të na bante ne të përulur, se di ka e marrim këtë dëshirën e krenarisë. Kjo përkundër duhet na bante të përulur. Ai na ka krijuar, ai na ka shpëtuar, ai na ka birësuar, ai na ka dhënë vlerë. Kjo çfarë na bën? Kur është gjithçka prej tij, jo prej nesh, për ulur. Kështu nuk kuptohet. Rali thot,
Gjoj këtë. Nga gjitha krijesat, asnjë nuk ka aq pak të drejtë që të jetë krenar se sa njeriu. S'ka drejt me kënë krenar. Pra, për njeriu që është krijesa më e lartë e Perëndis, superkrimi i Perëndis, dhe ka mendje dhe logjik, kupton se gamari edhe mund të mendoj se s'ka tru, s'ka aftësi, nuk e dallon, dhe më thot, jam vetëm, jam i mëshëm, e kam bë veten thot. Por njeriu që është më i zgjuar se kush tjetër dhe e kupton që s'është krijuar vetë, kjo nuk e bën krenar, pra nga gjitha krijesat s'ka asnjë krijesë që duhet ishte, pra, që do kishte më pak arsye për të mburrur, për të krijuar se sa njeriu. Binëresi vazhdon. Dhe nga gjitha njerëzit, pra njeriu krahasuar me krijesat të tjera nuk ka arsye për të krijuar, por edhe nga gjithë njerëzit, askush nuk duhet të jetë aq i përulur sa i krishteri. Se i krishteri e kupton në një dimension edhe më shumë, jo vetëm që është krijuar, po është edhe shpëtuar, dhe është falur, dhe është birësuar, dhe është gjithçka tjetër. Dhe nga gjitha krijesat askush tjetër s'ka më shumë arsye për të qenë i përulur se sa i krishteri. Ndaj le të tingëllojnë vazhdimisht në veshët tanë fjalët e shpëtimtarit ton, ai që është më i vogël midis jush gjithëve, ai do të jetë edhe më i madhi. A nuk bëri Krishti të njëjtën gjë vëllezër e motra? Kjo nuk është një shpikje, kjo është një zbatim praktik i vetë Zotit Jezu Krisht, që do ta shohin dhe krishtlindjet dhe vëllezërit e kanë predikuar nga letra e Filipianëve, kur Jezusi tha që Krishti, edhe pse kishte, se s'do e lexoj atje te Filipianë 2:58, por mund t'jau sjell të cituar jo fjalë për fjalë, që Krishti edhe pse ishte në trajt për ndije, nuk u mbajt fort, nuk i gjatë ku të mbahej fort për e zbrazi veten, duke arë në trajt njerëzore, si një shërbëtor, e duke shkuar vdekje deri në vdekjen e kryqit. Deri në vdekjen e kryqit. Pikërisht për ne. Dhe vazhdojnë pastaj vargjet atje te Filipianë, thotë, por mrapa, ka i fjalë por atje, por për shkak të saj se i përuli vetën, por Perëndia e lartësoi atë mbi gjithçka tjetër, duke dhënë emër për mbi çdo emër, që çdo gjuhë, çdo etj trofejnë që Krishti është Zot për lavdinë e Perëndisë Sante më radhë. Është Krishti vetë. Pjesën e dytë dhe të fundit, prapam krenarin dhe konkurrencën që shfaqet në konkurrencë mes njëri tjetrit. Kush është më i rëndësishëm në mesin tonë? Kush mendoni ju që është më i rëndësishëm në mesin tonë? Në kuptimin e përfaqësimit asnjë vëllezër motra, sepse gjithë përfaqësojmë Krishtin dhe marrim vlerën nga përfaqësimi. E kuptoni, jo nga kush jemi, por nga përfaqësimi. Tani intoleranca apo mendygushësia fanatike nganjëherë. Edhe kjo na prek gjithë. Shërbesa e Jezusit tashmë ka marrë një njohje, një shpërndarje të madhe. Edhe njerëzit nga gjitha anët e kanë parë shërbesën e tij, fuqinë e tij, mrekullitë e tij, dhe janë disa njerëz edhe që nuk janë në rrethin e dishepujve, 12 apostujve apo në rrethin e ngushtë dishepujve, që janë përgatitur të shërbejnë Perëndisë dhe po e përmendin emrin e Jezusit dhe në emrin e Jezusit po dëbojnë demonet. Dhe Gjoni, që kishte qenë me Jezusin mal, Gjoni është prej këtyre peshkaqenave, treshesh peshkaqenave që ka qenë në mal me Jezusin. Vini re, kur ka fol Jezusi këtu, ka mundësi, Bibla nuk na thot, por Gjoni ka qenë i përfshirë në diskutimin kush është më i madhi. Pse kuptojmë ne që Gjoni ka qenë në këtë diskutim? Se ne njohim Gjonin kështu si të përulur apo i dashurisë kështu, po ta shohim më vonë që është i fort kacadrenit ky Gjoni. Po, çfarë ndodh? Pse e dim që Gjoni është i përfshirë këtu? Sepse kur e thot Jezusi këtë fjalën, Gjoni reagon përgjigj, thotë, ju përgjigj Jezusit, pra do thotë nuk ka fol Jezusi, i ka djeg Gjonit. Kur i thonë, mos jetë asnjëri më i madh, Gjoni ka qenë tumur, kam qenë mal me Jezusin, normal, ti mos jam unë ne dhe kur flet Jezusi i djeg Gjonit dhe Gjoni i përgjigjet. Tani, pritje se po njërin Jezus që bante mrekullia, se unë jam kënë me ty atje, janë alove, tash prit, avash i vije, se jam shoku i Jezusit, bëp. Ishte qenë me Jezusin mal, pjesë e treshësh,
I përfshirë në debat, Gjoni Jezusi i ran nesh çfarë po fliste, sepse ai përgjigj thotë mjeshtër ne pam një që debatonte, që dëbonte demonet në emrin tënd. Dhe ja ndaluam. Gjoni u prek koshjenca dhe dërgjegja dhe mendoi që me këtë që po thot tani, me që e ka sulmuar Jezusi, e ka ngacmuar Jezusi, mendoi që tani më ia fitu prap. Me thonë Jezusi hajtë na e ka mbaj gabim vogël, por prapë jam do të nimu ty, e kupton? Prapë jam do të mëjona. Futet dhe mendon që do të marr lavdrimin e Jezusit, thonë, bravo, shoqëri doli, bravo, do marr lavdrimin e Jezusit, por Jezusi nuk e përgëzon, por në fakt e çerton Gjonin. Prapë. Dishepujt nuk munden ta të bëjnë, vini re, shifre çfarë krahësimit dhe inadit dhe konkurrencët dhe intolerancët. Sepse dishepujt nuk munden ta dëbonin demonin. Çfarë historia më parë, nuk kanë mujt me dëbu demonin. Jezusi mërzitej për si s'mundi me dëbu demonin, ju sa do të jem me ju, Tani këta ngjojnë që këta që janë me Jezusin 3 vjet, 12 dishepujt nuk munden me dëbu demonin. Njëri s'ka qenë me Jezusin asnjëherë, s'ka nga asnjëherë darkë me ta, sa shoku i tij ngushtë, nuk është në rrethin e këtyre, ngushtë, është më i fuqishëm se këta. Ka erdhi më na 3 vjet sa erdhi një i ri. Unë jam këtu tash 10 vjet në kish, erdhi ky tash 6 muaj, do më ndal mua para, dika me kanë ky krishter më i mirë se unë. A keni një herë kështu muhabetish? Kur nuk jam ka herë, unë sa vite kam i krishterun, edhe çfarë do të thonë apo? Ndoli para ky. Është një xhelozi. Nuk është me grupin e tyre, nuk është shoqërinë e tyre, është më i ri, eksperiencë. Ka xhelozi, inat dhe xhelozi, një mendje ngushtësi. Mira njerëz në çdo përjull të historisë kishës kanë kaluar jetën e tyre duke imituar gabimin e Gjonit. Jezusi as nuk e lavdron, as nuk e qorton, pra nuk merret me atë personin që është duke shërbesin atje, ai merret dhe kujdesin atë të mësu dishepujt këtu, ka hallin të mësu dishepujt e tij. Ata duhet kuptojnë si edhe ne sot, që ka dishepuj që shërbejnë Jezusit me sinqeritet edhe jashtë kishës tonë, edhe jashtë rrethit tonë, do të më kenë patjetër më në kishës tonë, më kenë më i miri. Dhe pos që me mua dhe pos mendoj këtë si jonë, është gabim. Jezusi na thërret drejt një pjekurie, kjo është pa pjekuri. Jezusi na thret drejt një pjekurie shpirtërore që të kuptojmë, edhe të pranojmë, si të barabartë në Krishtin, ata që nuk i shikojnë e kuptojnë gjërat në mënyrën se si i kuptojmë apo i shikojmë ne gjithmonë. Por ka një por këtu, por pa kompromentuar e bërë kompromis me gjërat esenciale dhe thelbësore të Ungjillit. Është rëndësishme i kuptu të dyja këto. Pra, mund të jetë dikush jashtë kishës tonë, të reformuar, burrat mirë, po s'bim dakord për i gjanë, ku t'janë vogël për organizimin e kishës. Apo kjo s'do thotë që i bën ata të gabushëm. Dhe ne më të mirë apo ne më të qija ata më të mirë, apo çfarë ne s'biem dakord e s'pranojmë, kur dikush bën kompromis në gjëra që janë esenciale dhe thelbësore të Ungjillit. Okej? Dhe Jezusi thotë mos ja ndaloni sepse kush nuk është kundër jush, tani po flet më shumë për dishepujt në fakt pavarësisht se duket se nuk ka sepse nuk është kundër jush, është me ju ose është në anën tuaj. Është në anën tuaj. Shikoni në një botë të ranë, ku edhe për të krishterë, shiko, do ta dimë që ne jetojmë një botë të ranë. Asnjëri prej nesh nuk e kupton këtë teologji në mënyrë perfekte. Asnjëri prej nesh nuk e zbaton në mënyrë perfekte. Asnjëri prej nesh do ta kuptojmë, ne edhe pse jemi të shpëtuar, jetojmë një botë të ranë, ku edhe për të krishterët, vetbindja e plotë dhe e përsosur është e pamundur. Është e pamundur. Edhe për apostujt, edhe për ne, ndaj ata dhe ne duhet të ngushëllohen që ka të tjerë njerëz dhe dishepuj që nuk janë të qëllimshëm kundër tyre, në këtë kuptim edhe pse me gabime, ndoshta, sepse të gjithë kemi gabime dhe jetuar në përsosurinë e kuptimit ton, edhe pse me gabime janë në anën e dur dhe po mbrojnë e po bëjnë kauzën e dur, janë duke punuar për Jezusin. E kena predikuar edhe këtë tek Filipianët që thotë Pali, unë
Gëzom që ata po e predikojnë ungjillin, dhe pse nuk kanë disa gjëra që si kuptojnë as mirë sa unë i kuptoj. Rali thot duhet të mësohemi të jemi mirënjohës. Nëse mëkati, gjeni këtë, nëse mëkati po kundërshtohet, duhet të gëzohemi. A ka një kisha, ka dikush tjetër që është kundra mëkatit në këtë botë? Që mëkati po kundërshtohet. A ka dikush tjetër që ungjilli po predikohet, që po predikon ungjillin? Apo sulmohet mbretëria e djallit dhe po pushtohet, po nënshtrohet? Vi gjitha ne duhet gëzohemi për shpirtat që kthehen te Krishti dhe që Krishti lartësohet, ashtu siç Pauli tha te Filipianët pra 1:18 që unë gëzohem kur ungjilli predikohet dhe përparon. Në kohën e Reformacionit, dhe këtë ta mbyll, Martin Luteri u takua në Gjermani me shokët e tij, me Zwinglin dhe shokët e tij. Zwingli ishte një reformator nga Zvicra, burr i mirë, vdiq në luftë. Edhe u takuan për ta unifikuar kishët, kishën e Gjermanisë dhe kishën e zviceriane të reformuar për me shku me bashkë, si më thanë. Në diskutimet e gjata që paten të dy grupe të reformuara, ranë dakord në gjithë shka, në shumicën e pikave, në është 99% pikave. Por, në një pikë kur vjen puna se si manifestohet, si shfaqet Jezusi në darkën e Zotit. Fizikisht, trupërisht, apo simbolikisht, apo shpirtërisht, pra, nuk ranë dakord. Martin Luteri ishte me idenë që thotë kjo është trupin, pra është fizike, edhe Zwingli ishte idenë edhe Calvini tjerë që Krishti është shpirtërisht i pranishëm, se trupërisht është në qiell. Është ngritur në qiell, është i ulur në djathtë në atit, por shpirtërisht është i përfaqësuar në darkën e Zotit, shpirtërisht. Dhe për këtë bën debat, vetëm për këtë gjë mund të ishin bashkë, mund të kishin gjitha gjërat për paracaktimin, për zgjedhjen, për providencën, gjithçka tjetër ishin dakord, gjithçka tjetër. Kur ra puna për si manifestohet në darkën e Zotit Krishti, ra dakord edhe Luteri i rshiti një fjalë, tha kjo është një frymë tjetër. Dhe duke e thellë këtë fjalë, kjo është një frymë tjetër, pra që nuk i përfaqëson frymën e Zotit, nuk i prej frymës duhur, si më thanë, ja holli poshtë ose i ra X gjithë 99 xhanave që ishin dakord me Zwinglin dhe u ndan pa bashkuar. Luteri është burr i mirë, por gaboi në këtë rast. Sepse për një gjë të vogël që nuk është thelbësore, që nuk na ndan, nuk mund t'i bim X dhe kryq gjithë shkajet të shërftorëve të Perëndisë që me sinqeritet, në fakt Zwingli ishte një burr i ndershëm që la jetën lu duke mbrojtur ungjillin. E vëllezër motra duhet të mësohemi të rritemi prej këtyre, sepse ne shpesh herë jemi krenarë dhe pse s'kemi arsye për të krenuar, ne shpesh herë bëhemi konkurrent dhe me një ngushtë më shumë se ç'duhet, por duhet kujtojmë Krishtin. E duhet kujtojmë ungjillin. Duhet kujtojmë çfarë Krishti bani për ne mbi gjitha. Se si ai u bë shërptor për ne. Se si ai vdiq për ne, si u ringjall për ne, si na fitoi ne, na bleu ne me gjakun e tij çmuar. Nëse ka njerëz në këtë botë, si thot Rali, që duhen të jenë për ulur, janë pikërisht krishterët, që e kanë kuptuar që jo vetëm janë krijuar prej një Perëndie gjithë pushtetshëm, por janë shpëtuar gjithashtu dhe janë siguruar gjithashtu prej tij. S'ka vend për të mburur për kush jemi ne, por me përullësi të kthejmë kryet nga Jezusi, që të mund ta përfaqësojmë ata me denjësi, duke ditur sa i madh është ai, dhe sa të vogël, sa të vegjël, e të padenj jemi ne. Amen? Le të lutemi. O Atë, ne të falenderojmë për hirin tanë, e shpëtimin që ke siguruar për ne në Krishtin Jezus. E të falenderojmë për fjalën tanë që është e shenjtë dhe e pagabueshme dhe e mirë, e pëlqyeshme për shpirtin tonë. Na ndihmo Zot që ta duam atë, na e fuqinë që t'i bindemi asaj. Ruli zemrat tona, Zot, na bëjnë denj, jo se ne jemi denj vetveten, por na bëjnë denj me përullësi që të mund përfaqësojmë ty. Faleminderit për gjithçka që bë për ne. Jo vetëm që na ke krijuar dhe ke siguruar për ne, por na ke shpëtuar, na ke birësuar, na ke fituar përmes Krishtit. Na ndihmo Zot,
për me shpirtit tanë shenjtë. Në emrin e çmuar tonin e lutemi. Amen.